Falënderim, jemi mundur me të zbërthyr në jetën tënde se na tingëllon si një pistë e mirë se të dëgjojnë të tjerët, edhe një babë, një vlla, një motër, një nën, i thot atij tjetrit, dëgjoje se mësohesh më shpejt me kalu rrugën, si Hartmani që thot, diploma s'është asgjë tjetër veç rruga më e shkurt deri tek caku. Po gjatë kësaj rruge përjetohet shumë dhe rrëfimtarët që rrëfejnë këtë rrugë absolutisht tingëllojnë tamam si dritë. Kur e takuat Sarën? Unë jam shumë i lidhur me atë film. Realisht filmi Sara, ose Sara si personazh, ishte ideja e titullit, edhe thash ku ka ma bukur se me lën titullin bazë të emrit Sarës. Sepse Sara e lujti edhe bukur, Sara e lujti bukur, edhe është domethënë e pjesa ku edhe kështu vendosëm realisht. Ganimetja, drejtoresha jonë, kanë qenë me një hymje të Mbregun e Diellit, edhe janë taku shumë shpesh edhe më herët, domethënë edhe si fëmijë. Edhe në bazë kësaj, domethënë na ka kujtu për shkak që neve na shkruajnë ku pas kohë kanë pa që po realizojmë këto filmat. Edhe kjo ka qenë ideja jonë, nuk ka qenë Sarës që me thonë ape e bojmë, edhe takojmë një ditë edhe Sarën edhe vlerë nanën e Sarës, edhe bisedojmë, diskutojmë, kështu, ju pëlqej ideja me realizu, i thamë që i bojmë këtë mënyrën e dokumentarëve që i shfaqim jashtë konkurrencës të festivali jonë, po pastaj i plasojmë në festivale tjera, dhe më thonë. Edhe kjo ka qenë mënyra, po me Sarën kemi kalu jashtëzakonisht mirë, ka qenë, unë i kom thonë gjunat që si aktore, me thonë drejten, jo që ka aktru të filmi, po asë një moment s'ka pas nevoj me thonë më këthy, se i kemi edhe pjesë të lujtne. Sarën e kemi aktore tash, s'ka më gjuna që si aktore. Ecjet në për qytet janë të aranxume, ato dihet sigurisht, po intervistat janë reale, janë ajo ndjesia, dhe me thonë, qysh ka qenë Sara e ka dhe të qesh në pjesën ka dhe të qajt, mbrenda intervistave ka dhe pjesë normale, ato janë ketë, dhe me thonë, qysh kanë ardhur. Gjatë xhirimeve, a ka pas një moment kur Sara ju ka thonë mësim juve? Me atë paraqitjen edhe qasjen edhe... Jo, kjo realisht në aspektin artistik, sigurisht që Sara nuk është përzi. E një mësim jetë, po... Po, ajo, pa tjetër, ajo domon ka qenë kulmi, unë ta thash, projekti ma i le deri me sot që kemi realizu në anën kreative, teknike, po flas. Pa pas nevoj më këthy gjanat, pa pas nevoj me fut diçka, do me thonë, me gënyu, gjitha kanë qenë reale, vetëm i kom pas frikë montazhës se çu shko me funksionu, kur e poshtë edhe montazha është pëlqy, domethënë është lidh mënyrën e mirë, atëherë kom qenë edhe jam jashtëzakonisht i lumtur edhe jam shumë i lumtur që kemi realizuar këtë. Ai ju ndryshoi pak percepcionin tuaj se e thjesht, edhe si regjisor edhe si i ri në këtë drejtim? Po, realisht... Kur mëson diçka të re dhe ndryshon percepcionin? Sigurisht, kjo është pjesë që gjithmonë çdo projekt është diçka e re. Edhe kjo ka qenë domethënë një prej sfidave që e kemi mendu dhe që shko mu pritë edhe në publik pastaj. Mande jonë tema shumë dishme, du të me mas më bo gjanat, po unë mendoj që filmi ka dalë jashtëzakonisht mirë, ku ende si premier në ndërkombëtare diçka nuk e kemi bo, po mjafton që të pakten njënin në publik keni qenë edhe jo ku është pëlqy pe gjithë publikut edhe besoj që ka mu pëlqy prapë. Si e përjetoj Sara faktin që lunte vetë në film? A ishte kjo një proces çlirimi emocional për të? Apo edhe këthim në etapat jetës pak të vështira, duke rimenduar, rikujtuar? Mendoj që kanë qenë të dyja. Sara besoj mundët mi thonë vetë ato, mi tregu, po bas diskutimeve, ta thash edhe më herët ku kemi pjesë edhe ku kemi qesh, gjatë xhirimeve, po edhe ku ka qajtë Sara, po edhe ne sigurisht. Tash këto janë pjesë të rikthimit, do më thonë edhe më herët që shka qenë, edhe procesi që shka ardhë deri këtu, edhe kur të futesh me një botë tjetër të asoj teme, atëherë do më thonë ti sigurisht që i përjeton të gjitha. Sa bukur kur një vepër i miqëson. Unë jam i bindur që gjitha ata që ishim, edhe të tjerë që shikojnë, thjesht janë miqësu me atë shpirt njeriu, edhe të Sarës, po dhe të familjes saj, dhe kështu. U miqësuat ju, vazhdoni të... Sigurisht, ne edhe ma herët komunikoni? Kemi komuniku, e fundit kemi qenë me një darkë për bashkët, para Ramazanit, edhe kemi ne, dhe më thonë, me kolegon për Austrisë, që kemi pas drejtor fotografisë, ai është pjesë e jona, Ganimetja, do më thonë gjithna, familja Sarës, edhe kemi bo një farloj feste pas filmit që ka qenë e jashtëzakonshme. A kishim me të befasu për të mirë me ftu Sarën që e kemi sonte këtu? Sara! Hajde Sara, mirë se erdhe.
Kam ndodhur me taku që nga ajo natë nga të lujt në film aq bukur. Sara, ky është veni jot. Faleminderit shumë. Mirë se erdhe Sara. Është gjeta. Si e Sara? Mirë Si shumë. ke kalu? Mirë. Mirë? Mirë së ti. Mbi jam në si e ke Sara? Bulliqi. Bolliqi. Po. E di, po që le ta din publiku se. Se e thua dhe shumë bukur sa fillon filmi. Çfarë aktor je mirë këtë qenë. Faleminderit Po shumë. sa bukur. Për e bukur të ka bo zoti kështu po sa bukur na ke lujtë. Vërtet. Në fond të realizimit dokumentarit, profesor. Çfarë mendoni se kush fitoj më shumë? Sara, një film për jetën e saj, apo një zë që të i kalon çdo limita. Një shembull fantastik. Mendoj si jo si emocion, po si një mision që shoqëria duhet të vendosë në këtë drejtim. Gjitha nga pak. Vllai im Xhelali, aktori, e pa të thonë një herë dëshim me realizu një film bashk, edhe mendojshim ma me bo, a mës me bo, për para ka qenë, edhe tha, dëgjoni kënej, nesër tha, dielli lind prapë, e tha interesant, ose jena me film ose pa film, ose me emocion ose pa emocion. Domethënë kjo ka qenë mënyra ku me vendosshmëri sigurisht që nuk po thonë me bo një vepër ma shumë, po shtregu një mesazh shumë më i mirë, ma shumë në këtë botë, edhe ta thash edhe më herët jam shumë i lumtur që arrit të me bo, edhe me kriju një diçka që në të ardhmen mund me po gjeneratat e reja. Sara, kur të ofru kjo, në cilën moshë ishe? 16. 16 vjeçare. E pranove këtë? Të pëlqeu? Po, u kanë diçka e re për mu. Normal, une me kamera më kanë ambjetu me pak, ka dhe me intervista, me emisiona, për normal një dokumentar për jetën tam, më kanë diçka e re. Janë kanë dhe emocione shumë, normal përzime, se nuk është diçka që e ku më bu ma për para, dhe normal u kam pak më haron, se jo kejt e din jetën tem, po e kom pranu, se unë e kom qef që tjertë me ditën që s'janë vetë, se e di që unë nuk jam e vetë mja, kështu që e kom pranu pa ezitu. A ke mendu me aktru një herë një jetë më herët? Se për si sportiste e pam. Më të ka zu drejt jo. Jo? Se kom bestu që jam për aktrem. Gjithë jem kanë ma ka sporti. A ka sporti? Po. Po ishte bukur? Po, normalisht. Ishte emocioni veçantë? Shumë. E mendoje vetën duke lujtë si një aktore, më shumë, a? Po, edhe pse u kanën thjesht qysh është për një me jeta jam reale. Sigurisht. Po, unë jam një shumë... Unë aty kam pa Sarën, ma jo si Sarën, ai personazhi që po e luan jetën e vetë, po Sarën një aktore fantastike që tamam po e luan, se për aktorëve kjo kërkohet. Që t'jenë sa matë natyrshëm. Ajo shku, realisht, mendoj që rrjedha u shku aq bukur, so që duket Sara sikur aktore. Realisht ajo ka qenë realja që she thash. Aktrimi, pjesa e aktrimit ka qenë ose aranzhimet jashtë në rrugë, u dosh me kthy 2-3 herë, ecim edhe një herë, tu shku në ushtrime, tu kthy, e pjesa e kësaj e ka bën në mënyrë aq natyrale, që shumë mirë po e thoni, është aq natyrale intervista, so që duket sikur me bë me lujt një personazh se jo vetveten. Kjo është për E kjo kërkohet për aktorëve. Po. Regjisor shpirtin ja u marrin aktorëve, luj sa ma natyrshëm. Shpesher nuk mundem me nxjerr. Sa ka ndryshuar jeta jote, raportet me njerëzit para edhe pas filmit, po t'i krahasonim? Po, normal është një diferencë. Unë i pasha dhe shokët dhe shoqet e klasës. U egzaltu i gjithë publiku, u lumturun beso për lojën tënde, për ty, për atë që ke thyrë limitet. Me të kalëcu drejt, asone nuk e kom prit me pas atë shumë pishës një stam, e kanë normal, kejt e kanë dit paka shumë historin, po se kanë dit në atë nivel, që pri fillimit shukon edhe pjesa ku nana ka të regu, qysh ka ndodh, ka diferencë, më kanë këshyrë nashta pak ma ndryshe, mas filmet. E kanë po që për një me nuk është e letë që akom kalu, po edhe e kanë po që jem thjesht e fort edhe nuk u kanë naj sen shumë tragjik që më ka ndodhë. Ti e fort. Ndëgjo, tash i këtu tragjikën e kemi vra,
me paraqitjen tënde, me filmin, Normal. me bukurinë, me absolutisht. Sukseset. E kemi bërë sukses. Po. A mendon me lujt në të ardhmen? Po, Me bërë regjisori me të ftu për në Iran? nuk e refuzoj, se... Nuk e refuzoj. Po, më të kalë drejt, masi e kom vënë filmin, kom marrë shumë komente për aktrim. Po. Edhe nuk ka hi në qef, nuk më me adin... Atë ka hinë qef? Po, shumë. Shik, jo, Klara. Edhe kjo, ato pjesëra i kemi kalu, kemi pa. Me shkolle, me kompjutere, me sporte, me... Tani, po i kthehemi, po i ngjitemi aktrimit. Po. Profesorin e kemi këtu,